E falenderojmë të madhin Allah me falenderimet më të plota, më të sinqerta, siç meriton madhështia e Zotit ton. O Zot, ty përket çdo falenderim, lavdë dhe madhërim ja Allah. Të lutemi ja Allah, ti që na dhurove çdo të mirë e begati, shtoje mirësinë dhe begatin tënde ndaj gjithë secilit prej nesh. Drejtoj zemrat tona, mendjet tona, shpirtrat tanë për tek më e mira ti e udhëzuesi dhe orientuesi ja Allah. Atë që ti o Zot e drejtove në rrugën e drejtë, në rrugën e mbar, kush mund ta devijojë nga rruga jote? Ai i cili akoma nuk është i udhëzuar, ka zgjedhur rrugë tjetër veç rrugës tënde. Kush mund ta sjellë në rrugën e mbar përveç se udhëzimi dhe orientimi yt ja Allah? Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti është vetëm i vërteti, furnizuesi gjithçkaje, krijuesi gjithçkaje, Allahu xhelle shanu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoje atij salavatet e selamet tona, atij familjes tij, shokëve tij, ja Allah, fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin në rrugën me përkushtim ja Allah dhe me plot shpirt. Ya Rabbi hadhi dhunubi fil wara kathurat وليس لي في الحشر عمل ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. O Zot, këto janë mëkatet e mia sa shumë që në kanë shtuar. E po vi përpara teje dhe kam frikë se nuk kam asgjë që mua për të më shpëtuar, por dashurin edhe zemrën edhe për ty dhe profetin e kam shumë të fort në zemër dhe kam shumë besim ja Allah se kjo ka për të mjaftuar. Një ditë qëndron të profeti alayhi salatu wassalam me shokët e tij dhe i thot një pyetje shumë interesante. I thot: "Ejun nasi ajabu imanan." Kush prej njerëzve e ka besimin më interesant, ose kush është ai i cili e ka besimin më interesant, që me të bë përshtypje, ngrihet Ebu Bekri dhe thot: "Engjëjt e Allahut të i dërguar i Zotit, a nuk është interesant, thot, se ato i bindën Zotit në një formë të prerë, thot, as nuk e kundërshtojnë atë në asnjë mënyrë." I thot profeti alayhi salatu wassalam: "E çfarë ka këtu, thot, për të bërë përshtypje edhe për të habit, ndërkohë që ata i krijoi Allahu vetëm për bindje ndaj tij, ndërkohë që ata janë pranë Zotit, e si mund ta kundërshtojnë atë?" Ngrihet Omeri dhe thot: "Atëherë jeni ju profetët e Zotit, o i dërguari i Allahut." I thot profeti alayhi salatu wassalam: "Me çfarë ka për tu mahnit me besimin e profetëve, ndërkohë që Zoti i sjell shpalljen drejt për drejti, ndërkohë që ata janë të pajisur me argumente dhe me fakte prej Allahut xheleshanu e Zoti ja ka mbush zemrën plot, ndërkohë që ata komunikojnë me Allahun xheleshanu dhe shohin atë që njerëzit nuk e shohin, e kanë suportin hynor." Atëherë ngrihet dikush tjetër dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, atëherë jemi ne shokët e tu, të cilët kemi mbështet ty dhe jemi pranë teje dhe të kemi besu ty." I thot profeti alayhi salatu wassalam: "E çfarë ka për tu mahnit me ju?" Subhanallahil azim. Çfarë ka për tu mahnit me ju, i thot, ndërkohë që unë jam midis jush, shpalli Allahu xheleshanu zbret, e ju i shifni se si vijnë ajetet e Zotit një nga një dhe ngjarjet të cilat shoqërohen me fakte dhe me argumente dhe me komunikime prej Allahut xheleshanu, dhe se si Zoti na ka mbështet shumë herë dhe na ka dhënë argumente të qarta, i keni pa vetë, jam midis jush. Atëherë thot profeti alayhi salatu wassalam: "A'jabun nasi imanan hum ummati amanu bi wa lam yarawni." Imani edhe besimi më interesant që ja vlen me të mahnit edhe me të bë përshtypje, janë ummeti im, thot profeti alayhi salatu wassalam, është besimi i ummetit tim, ata cilët do të vinë pas meje do të mbesojnë mua edhe pse nuk më kanë pa. Subhanallahil azim. O vlla ime dhe motra ime, a e kupton ti që frekuenton xhamin, ti që i falesh Zotit xheleshanu, ti që adhuron Allahun xheleshanu, ti që në zemër e ke Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, krenohet profeti alayhi salatu wassalam dhe manitet me besimin tënd, a ka tezki dhe a ka referencë më të bukur nga i dërguari i Allahut për gjithë secilin
prej nesh edhe për gjithë se cilin prej besimtarve, të cilët edhe pse se kanë pa Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e kanë besu me shpirt edhe me zemër. Madje kishte mall edhe shprehte mall profeti alayhi salatu wassalam për gjithë se cilin prej nesh. Thoshte një ditë, u e ditu leu enni raitu ikhwani, do të dëshiroja ti kisha pa vëllezërit e mi, thot profeti alayhi salatu wassalam, me zemrën plot me mall për gjithë secilin besimtar dhe besimtare që do të vi pas jetës profetit alayhi salatu wassalam ose pas ndroj jetë profeti alayhi salatu wassalam. I thon sahabët, shokët e tij, o i dërguari i Allahut, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? Thot profeti alayhi salatu wassalam, thot jo, thot, ju jeni shokët e mi, thot, ndërsa vëllezërit e mi janë ata cilët do të vinë më pas, nuk më kanë arritur mua, thot, por do të mbesojnë, thot, sikur të më kishin pa me shpirtin edhe me zemrën plot. Rabbena amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. O Zoti ynë, e besuam ja Allah profetin ton, e besuam shpalljen tënde ja Allah, e besuam Kur'anin ton, e besuam fuqinë dhe madhështinë tate ja Allah. Prandaj na bëjnë neve për atyre cilët do të dëshmojnë ja Allah, na e forco besimin, edhe Zoti ynë të lutemi këtë besim, bëje ja Allah shpëtim për ne, si në këtë dynja dhe ditën që do të dalim përpara teje. Thot Zoti Xheleshanu në Kur'an, Rabbena innena sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Tregon për disa besimtarë ose për besimtarët cilët do të vinë. Edhe i luten Allahu Xheleshanu dhe thonë, o Zoti ynë, në surën Ali Imran, ne dëgjuam një thirrës që thërret për në besimin tënd. Thot Imam Kurtubiu, thirrësi është Muhammed Mustafaja, profeti ynë alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit tim qof me të. O Zot, dëgjuam një thirrës i cili thërret për besimin tënd dhe ne o Zot besuam, e hapëm zemrën edhe shpirtin për besimin tënd dhe për besimin e gjithçkaje vjen prej teje ja Allah, profeti, Kur'ani dhe çdo urdhër dhe çdo kërkesë dhe çdo ndalesë ja Allah që vjen prej teje. Rabbena faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. O Zot, na i fal neve gjunahet tona, na i fshi mëkatet tona, na i fshi gabimet tona, dhe të lutemi ja Allah na mundsone që të ndahemi nga kjo jetë ashtu siç ndahen njerëzit e mirë, njerëzit e dashur tu ja Allah. Çfarë kuptimi ka? O Zot, na i fal gjunahet dhe na i fshi të këqijat ose gabimet. Gjunahu dhanb që i thon gjuhën arabe është diçka që vjen nga neglizhenca ose portacia ose vonesë në të mirën. E i luten besimtarët dhe thonë, o Zot, na i fal gjunahet. Ne nuk e kemi për qëllim ja Allah me bo, po forca e dobët e besimit. Pra këto besimtarët që kanë besu Allahun, edhe kanë besu profetin alayhi salatu wasallam, bëjnë edhe gabime, se nuk ka njëri pa gabime. Ama i luten Zotit me shpirt, o Allah, na i fal gjunahet, aty futet harresa, aty futet neglizhenca, aty futet portacia, edhe lëvizja e dobët për nga e mira, për nga animi për nga e mira. Ndërsa na i fshi gabimet, gabimi është ajo që bëhet me qëllim dhe me vetdije. Pas ka pra besimtar që bëjnë edhe gabime me vetdije, ama Allahu Xheleshanu është më i madh i falës. Wa tawaffana ma'al abrar, dhe na e mundson një vdekje të mirë ashtu siç i ka hije njerëzve të mirë, të ndahen ja Allah me faqe të bardhë nga kjo dynja dhe të dalin me fytyrë që i shkëlqen përpara teje ja Allah. Rabbena wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. O Zot, na jep neve dhe bëj realitet premtimin që na e ke sjell nëpërmjet profetëve tu, nëpërmjet Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe kur, o Zot, mos zhgënjehemi në ditën e gjykimit që do dalim përpara teje, se ti kur nuk e thyen premtimin ja Allah. Transmetohet nga Ebu Gjuma radiallahu anhu, thot, ishim thot për drejk thot me profetin alayhi salatu wassalam. Ishim për drejk me dërguarin e Allahut, paqja e Zotit qof me të. Dhe thot një nga sahabët, i cili ishte prezent Ebu Ubejda Amir ibn Jarrah, ishte një nga sahabët e veçantë të spikatur me vlera të mëdha.
Dhe si që po bizedonim, thot, me dërguarin e Allahut, i thot, o i dërguari Allahut, thot, a do ta ketë, thot, njeri, thot, mirësin që neve na fali Zoti Xheleshanu, që ti je në mesin ton, të dërgoj Allahu Xheleshanu tek ne, e në me shpirt e me zemër, ja Resul Allah, dhe gjitha ti vum dispozicion ty me përkra kauzën tënde, mesazhin tënd, ja Allah, besimin, o i dërguari Allahut, besimin tënd, rrugën tënde, me të madhe, me të vogël, çka kemi ta kemi vënë në dispozicion. A do të ketë dikush që ta ketë këtë mirësi, o i dërguari Allahut, siç na e fali neve Zoti Xheleshanu këtë mirësi? I thot profeti alayhi salatu wasalam, po thot, do ta ketë edhe dikush tjetër këtë mirësi. Kush janë këto? Thot, njerëz thot që do të vinë pas jush, ata do të më besojnë, thot, mu, thot, me shpirt e me zemër, edhe pse nuk më kanë arrit, edhe pse nuk më kanë pa, subhanallah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, neve na bëj besimtar të mirë, ja Allah. O Zot, na bëj neve për atyre cilët e besojnë Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam me shpirt e me zemër. E besojnë Kur'anin, o Allah, shpalljen tënde me shpirt edhe me zemër. Ndërsa tek Imam Muslimi, profeti alayhi salatu wassalam nga Ebu Hurajra tregohet edhe thot, për njerëzve që më duan më tepër, thot, janë disa njerëz të cilët do të vinë pas meje. E ata, thot, do të dëshironte dikush prej tyre, thot, do të dëshironte dikush prej tyre që ta kishte arrit, thot, kohën time, edhe ti ishte gjallë me mu, e të vete në dispozicion, thot, gjithë, qa disponon taj, me pasurie, me familje, me gjitha, me energjit e ti, në rrugën time. Këta njerëz, cilët, pra nuk kanë jetu në kohën e profetit alayhi salatu, po do vinë më pas, cilët për këtë rrugë dhe për këtë besim, janë gati që t'japin gjithë shka, për adër të Allahut e Zoti ja shef zemrat gjithë se cilit. Këta janë nga njerëzit më të dashur të Allahut edhe më të dashur të profetit alayhi salatu wassalam. O Zot, ty të lutem, ja Allah, nuk na mundsove që të ishim për atyre cilët jetuan kohën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Të lutem, ja Allah, na mundso që të jemi bashkë me të në xhenetet e begatat. Na mundso Allah që të jemi në rrugën e tij deri ditën që do të japim shpirt edhe do të kemi frymë në këtë dynja. Amin. Vëllezër të nderuar, i qofshim falë Allahut që na e ka hap zemrën edhe na ka mundsuar, na ka udhëzuar për rrugën e drejtë. Por mos harroni kur, vëllezër dhe motra, se besimi nuk është diçka që jepet një mall që jepet edhe rri, diçka materiale që rri aty ashtu siç është dhëruar që ditën e parë. Lumë për ata cilët e vlerësojnë këtë dhuratë madhe prej Allahut Xheleshanu dhe mundohen që ta shtojnë edhe ta shumëfishojnë atë dhe ta bëjnë më të fortë në zemrën dhe shpirtin e tyre. Sepse besimi, vëllezër dhe motra, është diçka që rritet edhe shtohet me vepra të mira. E luma i cili i shton veprat e mira, edhe anon nga e mira, edhe mundohet të suportojë të mirën, edhe mundohet që të krijojë edhe të forcojë lidhjen me Allahun Xheleshanu çdo ditë dhe çdo natë të jetës tij. E mundohet që ta pastrojë shpirtin edhe zemrën e tij. E ky besim gjithashtu me vepra të këqija ose me gjunahe mëkate ai zbehet, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, mëkatet, sprovat edhe veprat e këqija tek njeriu, çdo vepër e keqe lën një pikë të zezë, një sot, një nesër, një më pas, derisa fillon zemra e cila nuk i kërkon falje Zotit, e cila nuk kthehet me pendim tek Allahu Xheleshanu, fillon edhe nxihet pjesë derisa Zoti na ruaj. Nëse njeriu nuk merr masat dhe ti kthehet Zotit Xheleshanu, ti kërkoj falje dhe të shtoj veprat e mira, ajo zemër fillon edhe nxihet edhe vuloset për tek e keqja, Zoti na ruaj. E do të shohësh besimtar, cilët kanë qenë praktikant, mund të kenë qenë edhe aktivist, mund të kenë qenë njerëz që kanë bërë shumë, ama sot nuk i kanë radhët tona. Nuk i kanë radhët tona sepse i ka mund e keqe, i ka mund mëkati, i ka mund shoqëria keqe, i ka mund shoqërimi me njerëz të cilët nuk janë të hajrit, i ka mund një sprov ose një moment edhe kanë anu nga e keqja, sepse nuk kanë qëndru aty ku duhet me qëndru. E luma i cili e vlerëson këtë dhurat madhe, pra besimin prej Allahut Xheleshanu, dhe ta shofi si diçka të çmuar. Ti lutesh Zotit, o Zot, na e shto besimin. O Zot, kur mos ndodh që na e marrësh besimin, e ta i pastrosh zemrat neve, ja Allah, nga besimi, subhanallahu, na i largosh neve besimin edhe dashurinë që kemi për ty nga zemrat tona, ja Allah.
ta shofi si diçka, si dhuratën më të madhe, ashtu si që lutemi që Zoti neve të na shtoj mirësinë, begatin, pasurinë, na japi të mira në këtë dynja, edhe objektivat që kemi, ashtu të lutemi edhe për besimin tonë, edhe të na forcoj Zoti Xheleshanu. Po të ka falë Allahu Xheleshanu besimin, edhe udhëzimin e mirë, pa asha Allahu ke fitu dynjan edhe ahiretin. E nuk ke nevojë më tjerat pastaj janë plotësuese, tjerat janë pastaj gjëra jo kaq të rëndësishme sa që është kjo. Prandaj vëllezër të nderuar, e lut Allahun Xheleshanu na i ndriçoj zemrat gjithmonë më shumë, o Zot, me dritën e Kur'anit dhe me dritën e dashurisë për profetin alayhi salatu wassalam. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na oriento për tek e mira dhe na largon nga e keqja ja Allah. O Zot, ty të lutemi na forcoj ja Allah në besimin edhe në rrugën tonë. O Allah, ty të lutemi ja Rabbi, na shto dashurinë për njëri tjetrin ja Allah, se zemrat janë smur, zemrat ja Allah janë ngarkuar shumë. O Zot, na ka humb durimi, o Allah, na ka humb butësia, o Allah, po na zbehet mëshira për njëri tjetrin ja Allah. Prandaj të lutemi ty, o Zot, na i zbukuron neve zemrat tona, na i stolis me mëshirën, me butësinë, me tolerancën që duhet ketë një besimtar i mirë, që e don me shpirt Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. O Allah, ty të lutemi, o Zot, ne jemi të pafuqishëm, ti je i plot fuqishëm. Ne jemi dobët, ti o Allah, je më i plot fuqishëm, i krijuesi i gjithçka edhe ke në dorë gjithçka. Na forcoja Allah dhe na suporto. O Zot, na fal, ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Ja Allah, i cili është smur dhe ka kërkuar lutje prej nesh, Zot, jepi shërim të plot. Ti je shafi, ti je i cili dhuron edhe jep shërimin ja Allah dhe i largon çdo sikletë dhe çdo smundje. O Allah, i cili ka hallë edhe sikletë largoja ja Allah, ti je i cili ke në dorë çelësat e zgjidhjes. O Zot, ata cilët kanë borxhe, ndihmoj ja Allah, që dalin në faqe bardhë dhe ti lajnë borxhet e tyre ja Allah. O Zot, ty të lutem ja Allah, kush është në ngushticë? Kujt po i duket ja Allah sikur po i mbyllen rrugët, tregoj rrugën ja Allah dhe hapi dyert e mirësisë tënde. Ashtu siç din ti o Zot i haposh për robët e tuaj. Ti je më i plot fuqishmi, ti je më i miri, ti je më bujari, ti je më i mëshirshëm ja Allah. Tek ti kemi shpresa dhe asesi tek veprat tona, na fal, na mëshiro o Zot. Të lutemi na bashko me profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, në ditën që do të dalim përpara teje në xhenetet e begata. Amin, amin, amin.